karrierë? Mendoj që çdo herë karriera është më e mirë, fatit nuk I dihet. Se me lën vetën anash kur mundesh me arrit për vete, tani vinë se në tjera me radhë. Shka në gjenë, nëse gjenë personin e kuptueshëm edhe të mirë, besoj që mundesh me arrit në karrierë. Thjesht dosh me u fokusu në karrierë, mas pari mendoj. Mashkulli ideal, si do të më qenë për ty? Thjesht mu ka një kuptueshëm e pas mirë kuptim me njëri tjetrën, besoj që nëse jena të rritun të dytë, ose jena të orientum jetat tona, nuk kena nevojë më përzi shumë të njëri tjetri. Pak të dyjat, kisha desh më mbështet edhe prej familjes pak mendimin për personin që ka me zgjedh për jetë. Të ndërume? Si e? Si më kalon? Mirë, Nga puna vini? Nga Prizreni. Nga Prizreni bukur. Punoni, me çka merrni? Me studime Janë momentalisht. studime. Çfarë po studion? Gjuhë gjermane. Gjuhë gjermane. Po. Më pëlqen pas ke zgjallë një profesion që ka të ardhura për momentin, a? Planet janë për jashtë, Për jashtë të po shkoj. po veç me janë ndihmu vetës. Shumë mirë. Po ki planë në shkoj jashtë. Nuk e di hala, s'kum vendos. Për me, do të thënë, thjesht për me vizitu si vend apo thjesht me punu? Jo, me jetu atje, me Atje. zhvillu një jetë, po. A mënon që nuk ka për rini për të ardhme këtu më u zhvillu? Si e sheh? Si Ka të ardhme mundesh me gjetë vetën, po thjesht preferencat e mia. Preferencat e tua. Pse është hapësira më e madhe për një vend jashtë Kosovës për me arrit sipas teje? Besoj që investojnë në sene që nuk na nevojitën për të ardhmen, ose nuk I këshyrim për rinin, duhet me gjetë diçka ma përshtatshme, ma... Mundesh me hi në çdo profesion, po ndoshta edhe përfundon në universitetin edhe nuk mundesh me arrit. Besoj që janë problemet më të mëdha, ose po shikon nxënësa që nuk kanë arritje edhe planon në universitete. Po prapë se prapë mundesh me arrit edhe këtu, nuk është ajo arsyeja. Thjesht preferencat mijat. Thjesht atë ka dëshpëruar. Kjo që ndoshta që thove me ka disa nxënës që ndoshta me të arriturat që meritojnë nuk janë kualifikuar ashtu. Për me qenë në pozita. Jo, mundesh me arrit edhe këtu, mundesh me arrit goxha shumë bile, thjesht duhet punë, po thjesht preferencat mijat, pra po them. A do të thonë flatin ato ëndrat e tuaj që I ke ti për të ardhmen? Momentalisht nuk e di, jam të I këshyr kum qenë karriera, po në gjuhë gjermane jam drejtu, po besoj që muj me bo diçka. Ndoshta në simdhanje ose nuk e di. Mes karrierës, karriera pati apo si e sheh? Si shumë I sa kapen, domethënë një herë martohen, pastaj karrierën e kanë të dy. Si e sheh këtë? Mes martesës e karrierës. Mendoj që çdo herë karriera është më e mirë, fatit nuk I dihet. Se me lën vetën anash kur mundesh me arrit për vete, tani vinë se në tjera me radhë. A unë që ndoshta nëse e gjen dikon, je pak më anash mbetesh për karrierë, e fokusohen te martesat, te fëmijët, familja. Jo, varet shka në gjenë, nëse gjenë personin e kuptueshëm edhe të mirë, besoj që mundesh me arrit në karrierë. Thjesht dosh me u fokusu në karrierë, mas pari mendoj për vete. Po e shoh që të armën e ke karrierën më shumë ty. Po. E ke gjetë fatin ti? Jo, hala. Akoma. Po jere, ke ko për fatin. A për shkuaj pak mashkullin ideal, si do të më qenë për ty? Thjesht mu ka një kuptueshëm e pas mirë kuptim me njëri tjetrën, besoj që nëse jena të rritun të dytë, ose jena të orientum jetat tona, nuk kena nevojë më përzi shumë të njëri tjetri. Se di, një person I kuptueshëm. Sa I përket fatit, a kishe lënë që familja me vendos për fatin tonë? Pak të dyjat, kisha desh më mbështet edhe prej familjes pak mendimin për personin që ka me zgjedh për jetë. Edhe për vete nuk e di. A është mendimi I familjes se mirë në të raste tilla? Po, besoj që duhet më bazu 100% te familja. A duhet gjithçka më kon tradicional? Ai mashkull ideal që ke ti. Ai pro apo kundër? Kam qef me u kon shqiptar I Kosovës, ama nuk e di ku më çon fati, nuk po foli para vaktit. Po. Po që ndoshta ti shpenguthe me qenë, mos me qenë shqiptar apo? Jo, pak më kish pengu. Sti. Nuk besoj që ja vlen. Pro apo kundër tradicional një burr me pas? Pro. Pro je. Po. E po shumë mirë. Këtë në fund po du gjitha vajzave, një mesazh, një këshill për jetë që do si shërben, do sa çaj kush e thon? Kisha thonë me përcjell një herë jetën e vet, me orientu, domethënë jetë vetën tani ka rroll për sa në tjera. Nuk e di. Jam hala e re për me thonë këshilla. Po botëroj shumë të mira aty suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë. Po të shoh që kemi arrit, ke plane shumë, karrierën kjo. Faleminderit.